Duke përfunduar. Kjo tribuna veriore. Që kemi ndarë veri? E veriu ka tribunën më të bukur. Po këtu do jesh pastaj prapë edhe këtu. Janë njerëz në këmbë. Ulur? Jo, në këmbë, në këmbë. Kjo është në këmbë dhe tribunat janë ulur. Aty është ai globi. Aty është globi, po. Po bëjnë kubin tani, pastaj është pjesa tjetër. Po sa punë ka akoma si Pjesa e strukturave mbaron sot nesër në drejt maksimumi. Strukturat, klasë çan, kulla, ndriçimi mbarojnë sot gjitha. Çdo gjë deri te do të përfunduar çdo gjë. Se fillojnë pastaj bëjnë provat për ndriçimin e përdritat, lazerat. Angazhuar 3500 punëtor, pra që nga momenti që kemi filluar, paralelisht tani punojnë ekipe ditë-natë, 24 orë. Është gjithë teknika që rajoni siguron, sepse është teknikë shumë e vështirë për të gjetur, sepse gjithë bota punon shumë me, domos kontinenti jon, punon shumë me eventet live. Tani jemi në verë edhe është një nga pikpamja është një projekt nga pikpamja teknike që ndodh shumë rarë edhe kërkon një impenjim të jashtëzakonshëm. kjo ka kapacitetin për 60.000, 30.000 ulur, 30.000 sa dhe 30.000 këmbë. I stadi tek ekipi I artistit, sepse po ndërtohet stadiumi për ta hostuar këtë këtu edhe që të duke kemi shkuar në vendet e tjera për të marrë eksperiencë, na ka thënë, "Oh, you're the case study guys from Albania." Që edhe për atë është një ndjesie e veçantë. Themi si ambicie dhe ata I ka habitur dhe janë gjithku me një edhe kuriozitet, po edhe me një përkushtim që është I jashtëzakonshëm. Të gjithë artistë, grupi I regjisë, grupi I teknikës, grupi I sigurisë së tij janë befasuar. Prisin një Shqipëri tjetër, duhet ta themi. Edhe gjermanët që na njohin më mirë, edhe ata janë befasuar. Kanë ardhur grupe natyrisht nga Turqia që ne punojmë dhe nga Greqia që ne punojmë më shpesh, por grupet e Europës nga Anglia, nga Franca, nga Hollanda janë të gjithë befasuar me kushtet dhe me ambicie shqiptare që me 65.000 metra katror një stadium I improvisuar. Hey, anything to say? How you doing? Any comments? Say it again? Any comments? I love it. I love it. It's a lot first of time here. first time. I didn't expect it to be so warm. Yeah. I didn't check the weather report. You thought it was cold? No, honestly, everywhere it's supposed to be warm, has been cold. The weather's been tricky all over the world, but it's been absolutely beautiful since I got here. A lot of friends have told me you have beautiful beaches. I saw a picture of something 3 hours away, but we don't have time to make it, unfortunately. But at least I know we can come back. And when is he coming? He should be here probably Friday. Just depends on his schedule. Nice to meet you. Mr. Prime Minister, this is Steve from Turkey. Hey, how are you? He's in charge for the North region and the globe, the cube. So you are going to finish soon, no? Po këtu ishte ferë e gjallë. Do është bërë një punë jashtëzakonshme për një muaj e pak. Pjesë e mirë e njerëzve të cilët edhe dizinformohen, nuk e kuptojnë rëndësinë që ka ky event, rëndësinë që ka kjo ndërmarrje, jo vetëm nga pikpamja e vështirësisë po themi të realizimit në vetvete dhe për rekordin që Shqipëria do arrijë për ta bërë që të bëhet realitet, por nga pikpamja ekonomike është direkte, si më thënë, një përfitim I jashtëzakonshëm për zonën, për qytetin dhe këtu nuk po punohet për një event, nuk po punohet për një ngjarje, po punohet për të pasur një reputacion I cili nëse ne ja dalim me të gjitha elementet dhe ne besoj do ja dalim që të jemi aty ku duhet në këtë organizim, do jetë një gjë që do jetë për 10 vjet, do jetë një derë që hapet për një mundësi për ne që të jemi jo vetëm në kalendarin global tashmë të eventeve, por do jetë një hyrje e Shqipërisë në një nivel krejt tjetër nga pikpamja e për te këtyre shumë e rëndësishme të jetë parasysh që ky është një event I organizuar tërësisht nga grupi privat, partner, shqiptar, gjerman, turq, që kanë marrë përsipër gjithë të ndërmarrje kolosale. Dhe shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10 miliona euro si që thonë sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion
që ne të garantojmë që ata mira njerëz, të cilët kanë prerë bileta nga Europa, nga Amerika, nga 80 shtete. Australia, 80 shtete, dhe janë më shumë, deri tani që flasim, më shumë se sa ata që blen biletat dhe erdhen për finalen e Conference Ligës. Ky event, nëse do të mbetej paralizuar, do të ishte një mundësi më pak për ekonominë e kryeqytetit. Sepse ata mira njerëz sjellin një impakt ekonomik të menjëhershëm, por sjellin dhe një impakt ekonomik hap pas hapi. Ajo finalja e Conference Ligës na solli ne gjitha të bunë turistësh nga Hollanda dhe nga Italia. Ja, këto janë eventet, sepse boda nuk janë budallej që organizojnë eventet të tilla, që natyrisht kërkojnë një shpenzim në fillim, por janë investime për një Shqipëri tjetër, që nuk ndalet, nuk kthehet mbrapa, të hidhen përpjet ata që stuan.